Përshëndetje të nderuar ndjekës, përshëndetje të dashur miqja, ku po vazhdojmë të ritakohemi në kanalin Monitor TV së bashku me mua Tirona Lilin për të sjellur ngjarjet më të fundit. Joz Marku, ish banor i shtëpisë së Big Brotherit, i njohur për skandalin që bëri në shtëpinë e Big Brotherit, natën e mbrëmshme është parë me një kapuç të zi në kokë dhe i rrethuar nga truproja, nga sigurimi i cili i rrethonte Jozin në një ndeshje sportive boksi në Tiranë. Me njëherë telefonat e qytetarëve kanë incizuar dhe videoja është bërë popullore në për të gjitha rrjetet sociale, videon e keni kudo, por pas kësaj daljes publike për herë të parë nga ana Jozit, i cili vazhdon të ketë ndonjë përndjekje penale apo qoftë ndoshta edhe ka paguar dënimin kundër drejt Gjestit, edhe në këtë rast që më duhet ta citoj edhe një herë që Gjesti marrëdhënien dhe situatën e ndërtuar me Joz Markun e mbylli që në shtëpinë e Big Brotherit. Loredana Brati nuk ka folur nëpër media që mund të vazhdonte diçka me Jozin jashtë shtëpisë së Big Brotherit, domethënë gjithçka e ka lënë nën hije për të mos kuptuar asnjë gjë. Jozi është shfaqur me disa miq apo truproja apo sigurim, sido që t'i quajmë, në një pozicion, në një vend ku duket që është një ring, ku ka një lojë të boksit në atë ring. Do me thënë ka shkuar që të sheh boks. Ndoshta është boksuar në një shoku i Jozit edhe Jozi ka shkuar në mbështetje dhe në përkrahje të këtij boksierit. Besoj që në momentet në vazhdim do të kuptojmë se në çfarë qyteti ka qenë dhe për çfarë salle sportive bëhet fjalë. Joz Marku ishte prezent aty, por ditën e fundit, domethënë sot, kemi arritur të kuptojmë që Instagrami i Jozit, i cili u hakua nga një haker me origjinë nga Kosova, të paktën kështu doli nga i gjithë hulumtimi që u bë rreth të bllokimit të Instagramit të Jozit, sepse pikpyetjet ishin në qoftë se Jozi e ka mbyllur vetë Instagramin apo ja kanë mbyllur Instagramin, doli që ja kishin mbyllur Instagramin. Followersat e Jozit po rriten në mënyrë të frikshme masivisht. Vetëm tani ka 82.100 ndjekës në rrjetet sociale nga ana e Jozit, të cilët duan masovikisht të dinë se çfarë do të ndodhë me Jozin, çfarë po bëhet me jetën e tij, si do shkojë situata dhe a do të ketë një kërkim falje nga ana e Jozit kundër drejt Gjestit. Me mënyrën e boksit që në fakt Jozi bëri mbrëm, teksa të tjerët po incizonin me video, kjo mbeti për të nënkuptuar që ndoshta Jozi në asnjë mënyrë nuk do t'i kërkonte falje Gjestit, por gjithsesi Jozi ka arritur që të rikthejë Instagramin e tij, do me thënë nuk ishte e lehtë për të rikthyer Instagramin sepse Jozi ka patur një përballje shumë të fortë me ndjekësit, me ato të cilët dëshironin që në fakt ta bllokojnë Instagramin e Jozit, por duket qartazi që Jozi po vazhdon të jetë i lumtur dhe i gëzuar dhe shumë vendimarrës për atë veprim që bëri. Si e shikoni ju qëndrimin e Jozit?